Vendin ja bën, por të plot nuk arritën ta vendosnin. Pikërisht në këtë vend në fshatin Lepi të Graçanicës, një banor shqiptar po pretendon se një grup serbësh tentuan ta vendosnin simbolin e tyre fetar pas ditën e së enjtës. Duke kaluar në fshatin Lepi, kom pas ku kanë dashur me vendosur një kryq në pronën publike, pa leje, pa kujtë. Ku unë si person i kom njoftuar policinë. Madje ky thot se me të arritur policia rrugore, masa e njerëzve u rrit, andaj u nevojitën forca shtesë për ta bërë shpërndarjen e tyre. Ata i kanë thirrë numër banor, kanë filluar mu të bu, pastaj ka ardhur njësia speciale dhe ata kanë filluar mu shpërndar, ku policia jone i ka qitë shiritin dhe i ka shpërndar, i ka marrë informacione dhe i ka shpërndar. 100% jemi sigurt që kryqi ka qenë. Këto akuza i hodhën poshtë disa banorë serb, të cilët televizionit prapa kamerës i thanë se qëllimi ka qenë të vendoset mbi shkrimin në gjuhën serbe Edua Lepin, njësoj siç është në Graçanicë. E këto zhvillime në këtë fshat ku ka edhe prani shqiptare nga shoqëria civile nuk po shihen hiç të mira. Mund të interpretohet në mënyra të ndryshme, prandaj është e palejuar dhe institucionet e shtetit duhet ta identifikojnë qartë motivin e vendosjes së këtij kryqi. Klan Kosova ka kërkuar edhe detaje nga policia për ta konfirmuar nëse ka qenë ky simbol fetar, por të njëjtit nuk kanë ofruar informata, derisa në stacionin në Graçanicë e kanë konfirmuar vetëm ndërhyrjen.